Mirë mërama dhe mirë se vini sonde të dashur miq në podcast Esencë IBC. Sonde kam një mik të veçantë për nga mosha, aftësia, jetëgjatësia, një pioner i mësimdhënies në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë, i cili më nderon me pjesëmarrjen e tij dhe ftesë time ju përgjigj njëherë. Sonde pra i ftuar në podcast Esencë është profesori i nderuar Muhamet Shala. Mirëmbrëma profesor, kënaqësi e madhe që ju kam në studio. Është me të vërtet një satisfaksion sepse përpara me dhe spektatorëve është një monument i gjallë i mëzosisë, i cili ka qitë për vite ka nxjerrë brezat e tanë, nxënësisht të cilët kanë marrë rrugën e jesë e të cilët do t'i shtjellojmë gjatë rrugës. Faleminderit që je sonde me mu. Po fillojmë pa u fut në detaje, se detajet vinë mrapa. Kam përshtypjen 60 vite, apo jo? Mirë mërma dhe mirë se gjeta. Faleminderit. Është nërë dhe shumë kënaqësi që flasë dhe diskutojmë për një problem të cilin e kam kalu për një periudhë gjatë kohore, një 65 vjetë. Jetë e tanë. Unë e kam fillu mësuesin që është nga bankët e shkollës. Pse? Kam marru shkollën pedagogjike Shenaz e Juka në vitin shkollor 1963. Shkolla pedagogjike ka pas një procedurë të tillë që në vitin e 4 të i marru viti, i përcillte të nxënësat me e ushtru profesionin e mësuesit në shkollat të 7 vjeçare të qytetit. Pa marru ciklin? Pa marru ciklin. Vogël? Bashim edhe unë njëte praktika 2 mujore e marrjes së klasës në dozim. Pa ishe mësuesi që e merrshe klasën me të gjithë aktivitetin e saj. Vogël? Mu me takoj me i grup shokë shoqësh të punoja në shkollën Qeradin Fishtat të qytetit. Në klasën e 3, mësuesi ishte Ahmet i Gjeshpirti, Zyush Telate Kopliku. Klasa 3. Shkollë me tradita edhe në sport e në ka qitë elementat, Shumë. apo edhe me emën të madh në shkollë. Me emën, që ma vona u madhe shkollë një mëdhëqare. Po si. Aty punova 2 muaj e pak. Ndërkohë, së muhet Zyush Telatja dhe drejtori i shkollës Zotnia Meçako i kërkon drejtorit të shkollës Nuri Çavushit që me na lënë Muhametin, kandidatin, me vazhdu mësimin, në mënyrë që Zyush Telatës, si një mësuese e nderuar, të mos i kalohej rroga me raporte, po mësimi i baje dhe këtë ishte mësuesi kandidat që kishte dhe aje pranoj dhe me qenë se ishte një në nxënësit e mirë të shkollës. Më falë profesor, impakti i parë i cili ju ballafaqoi pra mësimdhënë me nxënësit në një shkollë që ka tradita për qytetin e Shkodrës, a? Patjetër. Bokër. Jo në ushtrimin e profesorit e bashim për çdo javë dhe për çdo muaj. Bokër. Por në vit 4 që merrshim klasën në dorëzim, ishte ballafaqimi i parë. Bokër. Atëherë, se të kena vazhdimsi në bashkëbisedimin tonë. Do të thosha sa e thjesht, e vështirë, e bukur se fisnikës diskutohet, është jeta një mësuesi aq më tepër begranda një mësuesi me aktivitet 65 vjeçar në arsim. Kishtem emocionet pa diskutueshme. I thoshe vetit, a jam i zotin me i zëvënsu Zyush Telate? Që fëmija me sjellje, me natyrën e tyre të belluit,
me zhdërillu, erdi kandidati, por shpejt ja fitova zemrat dhe u bë klasa dhe mësuesi më i dashur i gjithë shkollës. Bravo, tek jam ardhe në pyetje direkt. Deshta me thonë, cilat janë cilësi dhe llojet e nxënësve, sepse mësuesi i këtij lloji është edhe si regjisor, është edhe si psikolog. Pra, ka në mënyrë të veçantë për me hi në kurin e tyne? Patjetër. Bokor. Po ka mënyrën veçantë, sepse duhet të jesh i rrahëm, nuk hin aty me autoritetin e një njeriu që bëj namin tu, po duhet të thjesht me i dashur. Edhe në qoftë se ai flet gabim, më thanë, pa mendoj më herë, mos e din dikush në mënyrë që me e futa respektin e dashninë dhe me kuptu vetaj që nuk e ka thënë drejt. Edhe kjo nëpërmjet alternimit të vajzave dhe djemve, po vegjël klasa 3 fillore ishin klasi me bamësim. Dhe në herë që vite zishtë latja, se ajo ishte smur, vite, nuk donë me vazat një. A ka në mënyrë specifike forma mësillmëdhënie, sepse duke pas parasysh atëherë klasat kanë qenë me 40-45 vetë. Duke pas personalitete fëmijë nga mënyrat më të çuditshme, si mundeni me majt nërthojza në nxape dhe me ja përqu puro çmimin për mi ba me tënime dhe mendje tonë klasën, apo keni vepru edhe? Jo, kjo ka i teknikë. Teknika është të tillë. Mësuesi ose kandidati që shkon me zhvillu orën e mësimit, duhet me u përgatit në shtëpi. Duhet me bë si që bën ai artisti në teatër, që e para përgatit skeqin, e shef dhe e din ku i ka pikat më të forta më të dobta. Dhe pastaj është i liruar me një klasë. Dhe kurrën e kurrës më thonë që unë jam më i dishëm, se mund të ketë nxënëse që s'flasin, mund të ketë nxënëse që thonë gabim, po duhet me prit me dashamirësi, me u fitu zemrat e tyre dhe me të mëgjuar. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Atëherë me sa di unë edhe prind, sepse elita mësuesave tonë është, sidomos e Shkodrës, do ta cekum edhe më poshtë, është me të vërtetë është impresionante, sepse në atë kohë prindi e ka qu fëmin në Shkodër dhe ja ka besu mësuesave tonë si me qu pra një familje tjetër brenda familjes. E kjo nuk është pak kja shumë. Ne tashtëm na kanë eduku dhe mësu ato mësuesat që si vinë kur jo më Shkodrës, po Shqipnisë. Të fillu me Shabanarën, të fillu të vazhdu me Neta Cepin, me Neta Ashtin, drejtoreshën, me Jetë Zambutin, me Tasin Freskun, po ku i gjenë të mësuesat që në mësoshin mënyrën se si në me ushtru dhe me mësu artin e të dhënërit mësim. Sa është art? Është një kuriozitet, profesor. Para se me ju thirrë në studio, sigurisht unë i lexoj Wikipeditë e njerëzve dhe duke pas parasysh backgroundin tuaj, jetëgjatësinë në këtë lëm, në bashkëbisedim se ju i njeh tan Shkodra dhe ka respekt për ju. Po ata rast kur më thane që profesor Muhamedi ka pas raste me pas, kjo është shumë interesante, me pas babën mësues, me pas djalin mësues, e me pas edhe nipin e tij mësues. Është shumë e vërtetë. Tre breza. Sa historia e mësuesisë dhe karriera jeme 60 vjeçare, ka kalu 3 ciklet e shkollimit. Shumë interesant. Ciklet e shkollimit ka kalu sepse unë kam dhënë mësim në Universitetin e Shkodrës Trizbjart Kuqi, që në atë kohë është Instituti i Lartë Pedagogjik 3 vjeçare. Minimal, është e vërtet. Kam pas prinin, babën ose nanën. Mama i kalova në gjimnas. Do ta kapim edhe atë në dorë. Pjesën më të madhe të vajzave dhe dimve i kam kalu edhe bashkëshort një, kam pas edhe në shkollën në fundin e karrierës tëme, që shkova që dola në pension, punova të gjimnazi Skutari, ku shumica nxënësave vishin nga prind të cilë
unë i kishe pas edhe babën, edhe nanën, edhe vetë fëmijën. Shumë i Dhe, cila ishte porosia dhe dashamirësia? Nuk duna as ma shumë, as ma pak. Me jetë dashni dhe me jetë seriozitet. Si që ta ke mësu dhe dukur ne, në nga që me pas mësi. Ka pas Shkodra, ka pas mësuesa, se të shtame edhe përpara, mjaft cilësor, të cilët jo pak unë majme edhe artistin tonë, Big Pepa, njës pasi, artist filozof që kanë mirë ditë për shembull, mësuese të tjerë. Pra, kanë eksploru edhe fshatra, kanë eksploru edhe qytete, e unë kishe pas qef se ju ma mërmen janë tanë këtë histori suksesit përvojës tuaj, ju e keni prek edhe fshatin, e keni prek edhe qytetin, keni prek edhe elitat e shkollave të cilat do diskutojmë, që është emblema e 29 nënori ku në majmë me Skënderbillën e mberi, kanë mësuesat nivelit naltë, si që i përmend edhe ju. Ishte ndoshta për interesat e publikut, aja mënyra e mësimdhënies, një mësues pavarësisht se ku është me shumë dashuni, eksperiencë, profesionalitet, si në qytet, edhe në fshat. Po unë desha me dita ka pas diferencën mentalitet, se fshatri në është anë atë kohë ka një qike edhe ma i varfër, nuk i ka pas konditat e qytetit, por si mentalitet, si psikologji, si intelekt fëmish, ka pas në i krasim, ka pas në i, a mundë në me nënvizu në i sënë? Fakti që në periudën e gjatë të kalimit në shkollat nëshme, e kam fillu me zonën e thërë të Dukagjini. Kam fillu me Gjeradin Fishën, po ishin nxënës. Marova shkollën, vitin, pare aty shkova në shkollë, vash provinit e maturës, në fund, doli e drejta Marova, edhe kaqë. Ka kanë regull që të gjithë nxënësit e shkollës pedagogjike ishin kuadër dhe nomenklaturë e Ministrisë Arsimit. Për me shku me përhap dijen këtë të qotë pushteti. Po si? Edhe me të thënë drejtën mund më caktun në madhërisë të zonës Shrali Dukagjini. Po si? Rrethanat familjare me detyruan me shku. Po tjetër? Edhe me shkova në madhërisë në fshatin ku prej bregu i Lumit, bashkë 1 orë me shku të shkolla. Aty gjeta pas drejt Gjok Pjetra, mësuesi i fshatit. Ishte shkollë me 4 klasa kolektive. E para me 3 dhe e dyta me 4. Dhe më thëtë Gjoka, dhe djali i rridhët. A pa nërë thëtë klasën e parë të 3. Po mërë në shopër. Sepse fakt, klasa parë dhe e 3 ishte ma fështirë. Se bashkë unë me fëmijët sa pa fruti shkollë. Edhe fëmijë që e kanë fillu me e marë pak ma vënd në i vedin, në 3 pa. Edhe nuk ishin të orientu, kurse dyta edhe ka dhe ishë manush. Nuk kam nej as 2 javë, ku mjofton familja, që leni ato peshët e qake që i pata që me mushk, edhe hajtë në Shkodër se të ka dalë drejta me vazhdu universitetin. Gëzemi baba natën. Dau Gjugli dhe Tonin Shurdhat ishin shoferat 20 adaptu, bëhen në Shëraku si punë autobusit dhe vishë. Eksploroshin, e ta zona dhe. Edhe vinë Shkodër, fillën në universitet. 4 vjetë. Mas 4 vjetë, temë shkollë, pak Berg Lumit Dukagjin. Shkollë matë malë, në Berg Lumit, po? Shala për shalë, ma me shala, ma me Dukagjin në shalë. Po, natyra, aty, shkolla Bergut Lumit, jo se e thamë, po ka qenë një në shkollat në Republikë, me 136 nxënësa, nuk ka pas personel mësimor më të shkëlqyer. Pse do thosh? Ishim 7 fuqi mësimore, të 7 në universitet, të 7 qytetarë. Fillojte me mu, Muhamet Shala, vazhdojte me Harun Harunin. Po, si mësuesi anglisht se më e mirë. Vazhdojte me Gjallin Kolombin. O, po, rektori? Rektori universitet. Vazhdojte me Filip Gorazion. Sportist edhe këtëritari bashkisë. Me Aisha Karajn, Aisha Hoxhën.
ishte drejtoresha e shkollës pedagogjike, ai ishte mësuese në Tirana. Moj mëna ishe Simiqin të anglisht, Ai ishte atë tjetër, po. Ai ishte Karaj, Skender Haveri, mësuesi i kimisë, Aha, edhe Enver Zylja. Para të 7 universitar, të 7 qytetar, Nivelit nalt. dhe i bashim mësim 136 nxënësa. Që më kanë thonë, se nuk e di, atëherë vetëm nën 8 vjeçare, ndërsa 124 vetë nxënësa kanë pas në fillore, për te lumit të shtëpia kulturës. Ba me hi profesor Emi Majt me evidencë, të cilët janë shumë. Qysh në dogagjënë deri kushtrihet mësimdhënia juaj. Me i pasot ata që kanë met, inshallah janë gjallë shnëshe dhe po që dritë ata që janë, po a i mani mend sot ba me i pa bje fjala në Shkodër. Pjesën dërmuse i kujtoj. Aha, Para një mujt, datën 1 nënor, më thot vajza dhe dhamëri, dërë me qëthët deri në theth dhe në fjetin atë. Shkova atje, me ta, po pana. Shkova të shkolla Skandal. ashe, Skandal, që thethja prep ma poshtë. shkolla kene ba, në vitin 1968, kemi nërtu 8 klasa, Në theth. të thethë, kanë kënë 11 fuqim si more. Sot kishte një mësus me 6 nxënësa. Ne se kja ka i farë, është se është Po të thëmë të shkolla. Po, po, është kja. Skandalizm, skandali vërtet. Por, në momentet nëshme, ta koshin njërë, a ka mu si unë edhe. Du me t'njoftë. Kush je? Ati e drejtori Bregi Lumit. qëre. Ju vishi shpesh të në shkelë, në thethë. Po drejtori vishi, me kalu, faktikisht, dhe e thirë ka pasë për kraj më të madhe. Pse? Sepse në shkollën e thethit kanë kënë 8 varza, 8 fuqi femë, Po si? dhe 2 moshke. Aha. Au. Dhe kanë kënë nga Shkodra, një nër ta, po kënë edhe Lumi Miloti, Shef, fuqina e Zylit. po si? Dhe kanë kënë në radhë. Ajo Tusha Jubani, shoqë Qesku Jubani, tjere. Edhe ato mashin nën profesorin dhe drejtorin e Bregut Lumit. Nërsa këtu në Shkodër, atë thonë dajtën, kategoria nxënësave. Pa i thethit në universitet, pa aty na hoqin në qunë. Për këtyre nxënësave të veriut, a ka dalë dhe i kuadër i cili është sot në politikë, në ekonominë, sport, se Kanë dalë, prej kuadrët veriut kanë dalë, pa shumë të asat një. ashtu, ha? Të margohushme. Që i dalin Po, sot shumë- janë në zhvillim të ekonomisë e tjera, Kena për tjera. shumë Voksan Kole, doktorin, Po si? profesorin në Tiranë. Kena Cef Gjetën, Aha. agronomin, doktorin, shkencëtarin, Sportista duhet ketë. edhe sportista, kanë kënë domethënë. E për krashin, po jo me e dhanë atë drejtën, sepse i qoshin në shkolla ata elementet e ndryshim që i pengonin, të thënë drejtën. Ata- Ja, flasim në sensin e intelektit, Intelekt- duke marrë parasysh këto që thatë jo emra shumë të nritun të mësimdhënies që ju i përmend përpara në atë zonë, impakti i këtyre mësuesave me kualitet që kanë performuar dhe kanë dhënë mësim të këta nxënësa, a kanë domethënë një produkt i cili i ka baj intelektual të cilët kanë nimu edhe ekonominë në fusha të ndryshme të tyre. Zotin, gjatë saj periude, zona Dukagjinit, ku kam kënë unë, Po, ka pas 36 universitarë në Shkodër. bravo. Shala, Shoshi dhe Pulti. Bukur. Po me përmend Fadil Galicin, pasër Met, me përmend Medi Shkelin, me përmend Tasi Mllojin, O, shef? me përmend kuadrot që pak edhe Shkodra. E drejt. Edhe Shkodra mërën në qytet. Unë kërë po të arë në gjimnast, me të marrë vajma, mësus me 2 vjeqarë, mësus në gjimnast. Unë me sa di, unë mësusat tonë kanë shku deri në Kosovë, kanë punu në Kosovë, Kanë punu- kanë dhanë mësim me devocion, edhe kanë
elaboru, sepse kur i kena një dikur, që i thonë anën tjetër pjesën e Dardanis, të folë kanë folë Maran, kanë folë të flasin gati i sej që ana jonë, kjo vjen tamam që rezultati im të, po ka një lumë mësues të cilët të kanë dhënë mësimin në Kosovë dhe E kanë vizitu shpesh, sidomos zonën e Duragjinit, e vizitushin gjatë periudhës verës. Ashe? Po se... Sepse verët të thethi, vend turistik, vend për qef, bishin e familjet, se në vitin kër shohëm që sistemi 7 vjeqarë, po se? Sistemi 7 vjeqarë, në Duragjin ka kënë sistemi i shkollës verore. A fillu në mars, dhe amaru në fillim të fund të torit. Me evitu pjesë kohën e ftoftë të këta gjanat. Banaj, në vitin 1968, në vendimet që u morën, u këthy shkolla nga 7 vjeqare u bën 8 vjeqare, dhe në zonën e Duragjinit, në zonat e tjera, nga shkollë sistem veror, u këthy dhe njësoj që shkollat e tjera. Shof vazhdimisht aktiv, Zotit ta ka rujt shneden e ta rujt e ta zgjat, dhe kemi kërkret përveç shumë miqve që kënë qytet, ke edhe bicikletën. Aja është. Unë kam fillu, me e përdor të aman bicikletën, e kam përdor kur në caktur në shkull mes. Boqen. S'keshe pështetë. Ka qarkullu. Mësuesit alle që kanë qarkullu. A s'ishte qarkullu, ishte hekje. Se të lesh da persona që unë shpërrile ata tysh kanë hek, kanë kujtu se kanë hek, po që ku je? Edhe baba më dha një bicikletë. A i kishte bjanku, e blevi në 56-ën një robusta. Në timon që i përgjate bjankut. Në timon, pak më analt, po i përgjate bjankut. Edhe pa ta marrën. Mirë po qa bona, se për robusta ishte me rota libër. Unë dojshë me kontrapetal. Për me kanë masa glam për frena. Koda dhe për zalë të tjera. Edhe aja ka kënë bicikleta. Bukur. Në pjesën e postrips... Mes mësimin. Po, ka pasa, kanë shkolla faktikisht në sistem. Në zonën e postrips. Po mirë profesor, në raport me qytetet e tjera, se jam i bindur që do ta dish, nxënësit e Shkodrës, në raport, duke përjashtu ata që kanë shku në universitet, se ato kanë mandej komentarja e nxënësve që janë shpërda, po në raport me qytetet e tjera, si ka kanë diferenca, si ka kanë paraqitja, si ka kanë... Nxënësit, këtë diferencë, po si? është pasi të mos, ku unë shkova në gjimnazit 28 nënori. Ja kanë elita. Ne kena pas një karakteristikë. Për me pa... Ja të kej, po? Po? Ne kena pas në procedurën e punës, fut me linje shumë e nxënësave në universitet, me bazën e klasifikimi. Po se aty numërohen edhe cilësia, sa ma shumë cili qytet qënë, do me thonë se kualiteti e majnë altë. Edhe, qëfar bashin, për me pa rezultatet e shkollës dhe me e krasu nga vitin vit, në lamë, sepse e jep të jajtë mësus, në qoshim në fundin e semestrit, që ishte dhëtori, të të gopë mësus të ndryshim, në fakultetet ndryshme, për me marë rezultatet e këtyne nxënësave që në kena në gjithë universitetin. Aty u matë të amanë se si? Matë, dhe bashim krasimin, rezultatet që ka pasur në gjimnaz, me rezultatet që ka arrit atje. Dhe pjesa dërmuese e vajzave dhe djemve të shkollës tonë, rushin ato rezultatet. Bile një profesor në Tiranë i pa të thënë një studentit tonë, ka mundësi me më këllëzu, ku e din t'i kete? Se nga salla e pyrti, si s'gjidhe të një. A ishte do të me pagu nivelin e fëmijëve. Edhe këtë djali nga Shkodra, Zansi jone, e thëtë di unë, ale, ordo, qodë aty, kësë gjithë shtu. Nga i e fëtit nga Shkodra. Po kujtë me ka banë profesori.
Pra dhe më thanë, përveç zonëse kanë kanë edhe mësusa atë, si atë që kanë kanë. Sot kanë drejtuar dhe drejtojnë jetën politike, ekonomike dhe universitare, jo të Shkodrës, po të gjithë Shqipërisë. Krenari, sepse, po. Ashtë një krenari e madhe, sepse ato janë elitë. Po shama, po të përmenim një Muzafizi. Po. Ashtë elitë, ashtë shkenstare, e drejt. Akademike. Aja është e vetëja, për shama, jo për burja, ashtë e vetëja, duhet krenarit. Se ka marrë diplomen, medaljen e artë në gjimnas. Ka marrë medaljen e artë në universitet, në Tiranë, fizikë. Ka marrë medaljen e artë në vazhdimet pas universitare që i ka bënë Paris. Dhe sot është një ndër shkencëtarë shqiptare. Shumë e bukur, shumë e drejtë. Jo, e kam ditë për shkakun se prej shkollës muzikës në konservator që ka kanë atje në Tiranë, ka kanë absolut dhe që kanë shku e kanë fitu, por nuk e kam ditë domethënë në esencën e universitetit dhe po ata qef edhe për kuriozitet edhe për me pas dieni teme, sepse më Angela Merkel, kancelarja e Gjermanisë, në një konferencë shtypit u nesh me personalitetet të shkencës, të kulturës, të mjekësisë, edhe një ndër probleme që ngriti ishte sepse kishin shqetësimin gjoja sikur zoj ju po kena kontribut, sigurisht që keni kontribut, po por thonjë ta pagat janë shumë më të nalta se tonat ju i keni vu profesorave, atyre që napin mësimet e tjera, dhe aty për aty Angela Merkel, e cila qaj drejt suksesit absolut, Gjermaninë tha po pikrisht ata mësusa që e kanë pru në këtë standard Gjermaninë që ju kanë mësu edhe ju, ata kanë bo shkencën, ata kanë qitë kuadrët, ata kanë zhvillu Gjermaninë, pra ne meritojnë edhe pagen, kështu që në këtë sens roli mësusit është i jashtëzakonshëm edhe është përveç që është kohës shpirtit, intelektit, për me mësu fëmin, për me pru një fëmin, është diqa vërtet hynore. O zëni, Po. më që e fute është bisedimin të puna pagave. është pak krahasimisht, është verë. Paga një mësusi, e një për shama, territor zonën, 7.300 lekë e kam pas në Bretëllimit. Sot me sa di ju në duket ja kanë ngrit disi. është e ngritur. Po. Pa e di, se një mësus qëllore, i pension shumë të mjarë. Ose një mësus i 7 vjeqarës, merte 5.700 lekë. 300 lekë ishin për fshati, pagesë fshati. 5.500 lekë. Në arë për shkodhe në duke zinë. E da e plus rrugave, borës, vështërsi. Por qëra rrugët? Qëra pas rrugë? Po i thonë a rrugë. Aty kanë qusë. Po kene nënë, fillote me shtatorin, në fund shtatorit ngrite, su kalotin qaftore. Vetëm gaz një mëleq, cili e gaz një mëleq, kamt, vetëm me esin kamt, 7 orë, 8 orë, edhe më qaha. Mirë pa, në shkojnë për qef, dalim të Konaku, i baraktarit, qaftore. Pikesh bashkë një aty, ku ka nërtu a djali nipi i baraktarit, ka kalu shtegu për qaftore, se bishim lugut, vlaq, prej shkollët atje, gjithë kom e kaloshin. është kalor kuma. Po, raporti, për shembull profesor, në sensin e disiplinës, si që thash për para, i mend prindi e ka lanë, e ka besu mësusin, po raporti se duke pas parasysh i fija dhe mentalitetin tonë shqiptar në atë kohë dhe do ta cekum ndoshta edhe raportin e pjesë diktaturës me raportin tashëm, po në sensin e raportit të prind fëmijë dhe fëmijë mësues prind. Kishte ndonjëherë ndonjë prind i cili ma shumë anote ka fëmija se ka mësuesin. Asnjëherë. Me i dalë zot fëmijë. Asnjëherë. Në Shkodër nuk ka ndodhur ndoshta kjo se Atje absolutisht asnjëherë. as atje në mal. As atje në mal. Bukur. Ta kam dërzu fëmin, jo mërë zotni, në me mësu, me këshillu, dhe aji me punu
dhe me na vun jetë porosilat. A keni vure në herë qoftë edhe atje, po edhe në qytet, që jo, adoleshenca po I fije manet duke jo viteve për me hi, ose në matur, fëmis. Qysh në atë kohë, ka pas në herë në fëmi, po quj ose në tri, që faq tendenca dhe ka pas prirje me kanë ekselent me shije prendimore. Ja, Nuk janë qfaqat. sa shfaqat. Kanë hekzi për bukën e gojës, se janë vesh mirë, kur pata vunë plan, se shkollat kanë pas një tërdenim tokë që ja jepte lokaliteti, Po. kooperativa, për me ushtru lanën bëshqore. Dakor, nuk flas për Prit. nuk flas për fshatin, flas për qytetin modern. Ja. Ati ishte ushtet tonë, tu kam pas tendenca, aja tendencë Pikërisht pra. është luftu edhe kushturën në keq, më kam pas rast në gjimnas, nuk po ja përën se s'po dubi. Nuk ka rëndësi. Sa ta, kishte artistat më të mëdhenj që kishte. Çalentanon, Që I nëgjoshin në censur. censur. Tak, ja gjeti në gjimnas, ja gjeti në libër, ja mori librin, s'kishte vetëm atë. Kishte figurat Marilyn Monroe, artista e këngëtar, nomat në Po atë frikë me I përmend në Njergan. E erdhi më punën në drejtori, kjo është në shfaqet huja, kjo duhet përjashtu në shkolla. Pse, thëmë, që ka ba? Ka thët të qanta. E gjani ka tjere. Kjo dhe më na fut ideologjinë. Ose ata tjerë që ishin në priri, po ishin të anën. Ata ka shumë. Në sensin e disiplinës, në sensin e liberalizmit, në sensin e të tjera. A kupton, si triko, no, është për interesat të publikut. Gjithmonë flasim në mjedisin e shkollave. Pjesën e parë, ishte gjithë ambienti një sistem I njajtë. Urno, I këtë keme ba. Absolutisht. Në pjesën e dytë, që filloi me unin, sidomos mas influencës që pati në vendet perëndimore europiane, Po, bravo. sigurisht që filloi, po ishin shumë të egra edhe masat dhe mikqyrje që I ushtoi. Po s'kishte shkollë, as di, ku nuk vishin nga komitetin e njës, komiteti partisë, me pa, me vëllës nxënësër, me na pa basetat, me na pa flokët, me pa pantalona dhe I ka kauboj, me amat. Që ka lej, erdhi periudhë tjetër. Aja ishte, filloj vërë, e kuptun që nuk kishin që çka me I ba, dhe fillu në mënyrë të veçantë me shpërthy. Kjo shifte të vështë kur organizoshin. S'doshin me ba mame për shembull në gjimnas. Doshin I ba veti mënyrën se si me organizuj dhe qefin I dy. O në përshpia, mirë për njëra, a ke kanë të shkënë punë të bëj fëmijëve. Në këtë drejtim me fol drejtër përveç ju mësuesave fisnik, unë më mend Shkodër ka pas edhe kanë masovik janë qujtë të artit. Janë emnat në Rum, nuk po I përmendin se disa edhe kanë dek, po Shkodra I njeh. Edhe kanë caktuar edhe ata, kanë emisart me pa artin, si dhe vjen në arti edhe me të raportu. Për zotën Shkodër, me sa më mendon nuk ka hi kush në burg për asaj punë. Ja. Sepse edhe qytetaria, edhe principet, edhe toleranca që kanë pas, kanë njerëz me kulturë, pra, edhe këta mësuesa kanë përpara, po I kanë zgjallë se kanë të meqen. E kanë ditë mirë ideologjinë me dash kanë bëhet dëm, po kudo që ti e gjallë unë I përshnes, kjo shin atje Zoti kjo me ta, është mirë njohje mo dhe do të me e ditë. Unë kështë me thonë, sot është ma letë me thonë mësim sa atëherë në kohë tuj. Shumë ma letë. Shumë ma letë. Sot Po s'ke, këto mjetet elektronike, inteligjenca artificiale, si po vitet e tjera, a kanë dëmtu, unë gjykoj se po. se ka herë E kanë dëmtu. konservatoria është, ose është ma në tokë, është ma modernja I fija, është ma liberale, ata mësimet konservatore që I kanë dhënë me devocion e me seriozitet e me tana,
dorë për dorë kanë pas impakt më të mirë. Tjetër, ai nuk dëm me gjusë, më vjen glas, marrë Online ba. Qa online ba? Hale më zëbim. Kështin hala, Nëse më në online. Cili prej nxënësve, a kanë thënë mundësin për me pas kompjuterin e telefonin, aparatin, me të një këty, ajo të rrenë. Po si? Kështu që aty e keni të drunë, në mërshëm edhe orën e mungesave, që fëmija me kenë. Aty jepen gjana të cilat për moshën janë pak të pa, sepse këtë telefon ai nuk e përdor për sënimet për me rrit dijet. Kë vjen ka momente i cili moment e qëthur fëmin. Dhe i ka qef me pa ta i mësimin. shumë e drejtë. Profesor, në tonë këtë histori të shëndërishme rroktimit, a mundën një me vequ, ku keni gjetë satisfaksionin më të malltuin? Tani, satisfaksionin më i madh, unë kam kalu disa shkolla. Pikërisht. Dogazhin, ku kam pas kontaktin me të gjithë personalitetet që kanë pas lidhje me Dogazhinin. Kam vazhdu me universitetin, Luish Gurakuqi. Luish Gurakuqi. Kam shku në mes, postërim. Po më sa di unë ju keni këna dhe drejtori gjimnazit. Prej, të cilësi, do më ka periud, deri në 77-ën, unë kam kënë jashtë gjimnazit. Ashe? Në 78-ën, vjen një kontrol në ministeria. Edhe erdhe në panë, dhe më kanë pru në qunë gjimnaz. Në gjimnaz kam nëj, drejtor gjimnazit, 11 vjetë e pak. Satisfaksioni më i madh i jemi, për rritjen morale, ka kënë gjimnazi. Për që grosë, si thë. Po atjetër, edhe në fakt ka qitë zamzat mirë shumë. Shumë të mirë. Edhe historitë të abdishme, me figura gjatë periudhëve të ndryshme. Janë 12.000, 13.000 maturant që kanë marru nga gjitha trevat shqiptare. Kjashti, aty kishet edhe shpirtënor, edhe rritja autoritetit, sepse këmishet kumaj me njerëz me personalitete. Kur qunën në Salu Alili, shkolla kam me 9 vjetë, aty kam gjithë qetësinë shpirtënore. Dhe arritim që shkollën Salu Alili, ta kthejmë një në shkollat më të mira të qytetit. A ka pas të herë prej Shkodër që ka pas me të vërtet personalitetin art, në mësimdhënie, pra në kulturë të tjera. A kanë më rrit me shku Shkodran tonë dhe në forumet të nalta drejtuese në qeveri, në i herë? Po si? Zëvëns ministra ka kënë sa dush. Po kulli ka kënë, Nxënëse e gjimnazitore vitit 82, Josefina Topalliu se qoba. Nxënëse e shkëllqyra. Familje shumë e mirë. Nxënëse e cile u po dhe për ju. Kja një edhe Zana Gjuka 2. Vetëm artit e muzikantave s'kan mujt me i bëha gjanë, se këta pjesë tjera i kanë përdrallë për vedi atë, po kja pak rëndësi ka. Jo, personalisht. Shkolla Salolili, për shumë, Nxënësi shkolla Salolili është Shpetim Saraci. Shumë dakord, pra, jam të thonë forumet drejtues, për shembull ministër kulture, dhe vend ministra janë. Ja sa dush. A kupton? Me tanë këta. S'ka pas dashni për Shkodrën. Pikërisht, i këtë deshta me thonë, në tha t'jo dhe ma mija. Ja, s'ka pas dashni. Me tanë këtë, kja kontingenti jashtë zakonshëm intelektual që ka dalë prej durve të tuja. Keni komunikim sot mbranda ose jashtë vendit me këta nxënësa, ishë nxënësa ose e prind? Me përreke në një pikë shumë nevralgjike të jetës teme. Ky telefon nuk pushon as ditë as natë. Bravo. Dhe komunikimi fillon nga Zelanda e Re. A shete? Ka nxënësi nga Jubani, Fred Hanxhari, e të maru... Në Australi. Në Zelandë të Re, për te Australia. Po si? Jo që janë i pjesë mishdojnë edhe në Australi, në Amerikë. Në Australi sot. E të vazhdu, jo motëm në Amerikë, po atje në Afrikë të Jugut edhe në Argentinë. Po kjo është problemi madh. Pra, Europa apështë mujtën
në mënyrë kategorike, Bravo. me kujtojnë, me marrin, vinë dhe më telefonojnë herë pas here Bravo. dhe më pyesin. Sa keni me, profesor? Mosha juaj. Se marrë është me pyet edhe burrin. Ja, sa nuk vjeçash, ka marrë, pa të thëmë. Kam marru 63 maturën. Aha. Dhe nga matura I afru te 81. bravo. Te matura 61, treshit, unë kam organizu takimet 10 vjetorin, 20 vjetorin, 30 vjetorin, 40 vjetorin, 45 vjetorin, 55 vjetorin, dhe tash unë i ba me 60 vjetorin. Si e ka lënë Mohamed Shala ditën? Mohamed Shala ka lënë ditën me ardhvedit e familjes. A i kje mo ata kopshtin lullet e buk? Ata janë të zbukurume e ashkënësie e zakonshme. Cili asë sekreti që ka mojtë Sekreti. në formë, Sekreti edhe sepse- shnedja e truni se ka të bajnë shumë. Sekreti sepse unë kam marrë ta ditën e prindërit sidomos nënës, e cila ka kenë një maraklije për të bukurën, për qenestarin e për rregullin e ullishtë. Kështu që ata ma kanë fut në loshim dhe unë jam mundu me erë. Por e veçante e borit tem edhe luleve që merren që atë Po si? pa qenë sepse unë kam fut jo lule kështu, Sofo lulle djallë. da, por unë kam fut lule gjithë vjetore. Tu i fillu Ti kesh pra, sot, dimnoret, lulja dimnore që në Shkodra jonë e ka, edhe se i qytetet e tjera, është lule krania. lulle kranja. Lule krania Që më rrinë me si krane? është krejtë si krana, Aha. bin gjithë dhe në këto gemat vogjel të saj, qil lullen e verdhë, është aromatike. Që. Të ditë që s'ka rashi, rrugica kundërmon nga era E sa. mërkovëshme. E vazhdan më me lulle shegen Aha. dhe veçanta sepse lulle krania është lulle e cilët qil në prak të krishtlindjeve. Tashi, ka fillu me qil. Hala s'ka ratë të në gjatë, por një pjesë e mirë. Bile kam dhënë foto këtu të celulari. Edhe vazhdan gjithë. Po pika kulmore e borit të lulleve është lullet e shnjergjit. Maje, që kanë fylle lullet Lullet e majë. lullet e maje. Tanë në llojet e danafileve, zamagve, shebojave, pa shebojat fillojnë me zëmyllat, tanë në llojet janë aromatike dhe ashklasi me pas. Zonja Zotëri ishte një knatësi e veçantë sonde të kishim një personalitet, një qytetar shkodron me shumë karat, i cili na solli kujtime të vera, i cili është një ndër përfaqësuesit të denj të qytetarisë, të mësimdhënies dhe të njerëzillëkut, si i thojmë na në gjuhë popullore çodër. Unë, zoti Shalaj, të rëj marësishnet, të falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e emisionit tonë sonde, paq të mira, priqit mirë mote, gëzoshi me shnete me jetë, të afërmit, familjen e personalitetin të uj. Të falenderoj me gjithë zemër. Faleminderit fort, ju jam mirë njohës, që gjetë mundësin dhe në batë shtesën për me paraqit një pjesë e modesti të aktivitetit i cili në kushtet e jetës dhe profesionit tim, ndoshta ka disa gjëra që shumë kusht nuk i ka kalu. Dhe pa e dyta, është sepse gjatë gjithë kësaj periudhe jam mundu me kenë ai që kam kenë. Dhe unë jam mirë njohës, e inshallah kemi shtet, dashamirësi e tanat mirët e zemrës. Kudo që t'jeni, në Shkodër, në Shqipni dhe atje në avdhërën e dytë në Amerikë. Nga si a kje Faleminderit për ju. kretë të imja, falenderoj me gjithë zemër të dashur miq, ky kje emisioni dytë për sonde, juftoj në emisionet e me pastajme, duke uru natën e mirë e faleminderit shumë për vëmendjen.
Miru pafshim. Bye-bye.